Fshati u bot në njësinë administrative Ana e Malit në Bashkinë Shkodër, i njohur për përmbytjet e shpeshta gjatë stinës së dimrit, vitet e fundit është përballur me largime masive, teksa hyn në brendësi të fshatit rrallë mund të gjesh banor, kryesisht të mushuar. Angelina Qukaj është njëra prej tyre. Ajo tregon se tashmë në fshat jetohet mes shumë vështirësish. Kur ka ardhur ujë, më ka hi ujë në shtëpi, mu më ka shkatru. S'ka lënë gjë pa më prish. Maj më ka prish frigorifer. Ka prish, s'kam shparet, ku me zi, ku me pjet. Këtë duhe kena pas dhe aty ma shpjet, tuk para ja, ma shpjet. Aty mi ka mët një 7-8 pula me thonë drejtën. As vjen kush me dvet, aje gjallë, aje deka, qam me thonë ty. Angelina ka punuar për vite me radhë si edukatore, atëherë kur në Qerdhe ishin 20 apo 25 fëmijë. E sot, Qerdhja e fshatit është mbyllur, pasi mungojnë të vegjëlit. Në shtetë kam punu shumë, në qara kam nejhoj 20 sa vjetë për zotin qara, dhe 20 sa fëmijë. Sët, ma kes një kose kërshkan. Angelina ruan si pjesë të kujtimeve më të shtrenjta takimin me Nën Terezën në Shkodër. Kur ka ardhur për të parë herë, thonë që vjen Nën Tereza sot. I thamë ato i burrit, shpejt na gjej, thamë në fogën, unë do mik të Nën Tereza sot. Jam shumë e gëzuar me që ja kam takuar Nën Terezën. Për mua është me vërtet një sheknesh. Ashtu sikurse Angelina, sot në fshat janë 10 ra të mushuar, të cilët përballojnë jetesën më së vështirësish, por mbi të gjitha në vetmi dhe larg fëmijëve.